Kulla, para se të fillojmë, më thuaj çfarë bëje në Baku, ke disa ditë që ke ikur në Azerbajxhan. Kam përshtypjen do të kesh 3 ditë ndoshta, mos gaboj? 4 ditë nga e martë. Disa javë jam qenë. Po çfarë ishte kësaj radhe? Ti shkon shpesh në Baku? Po zhvillime interesante ka nga i rajon. Ishte një konferencë, po ndërkohë po përgatitet një marrëveshje përfundimtare mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Për? Ku do kujtuar që ato dy shtete janë gjithmonë në luftë. Në luftë, po ka një negociat. Për atë Karabakh dhe Garak, si e ka emrin? Jo, Nagorno-Karabakh jo, tani ajo iku e morën. E morën. Tani po bën një marrëveshje që do krijohet një korridor që do lidhi Esklavën e Nakshivanit me Azerbajxhanin. Nakshivanit është një esklave e Azerbajxhanit, territori i Azerbajxhanit, po që s'ka lidhje toksore me Azerbajxhanin. Po, ku është ai, ku bie? Është në kufi mes Iranit, Armenisë dhe Turqisë. Ka një pikë që del aty. Edhe çfarë ka atje? Edhe tani ata do bëjnë lidhjen e rrugës që të lidhet me Azerbajxhanin, pra me tokën mëm. Edhe kjo është një marrëveshje e cila, domethënë, kur të bëhet, shkohet në, domethënë, besoj që do pasohet me një traktat paqe pastaj mes dy vendeve pasi të lidhet kjo. Po kush po e bën negociatat, kush është në mes? Po aty ka shumë, tani po dalin edhe treja, aty ka shumë duar, domethënë. Është Turqia që ka një rol caktuar, është Rusia, është Irani. Turqia është me Azerbajxhanin. Turqia është me Azerbajxhanin. Po Irani është më shumë me armenët? Me të dyja palët, me armenët, dhe këtu tash ka dalë edhe një teori e madhe konspiracioni që po verifikohet, kujtohet ai avioni që urrëzua, avioni Azerbaijan Airlines që urrëzua mbi Groznin, Çeçeni, që shkoi pastaj të ulej, që ai avioni që bëri aksident. Po e mbaj mend diçka, po ka para 2 muajsh. Po pra. Tani ka dalë një informacion që rrëzuar. Jo, që kanë rrëzuar, po në këtë korridor ajror do ishte nisur të kalonte presidenti Aliyev me avion për shkuar në Moska, në Peterburg, ku do bëheshin negociatat mes Putinit, Aliyevit dhe kryeministrit Armenisë. Dhe pastaj Aliyevi është kthyer në vendin e vet dhe ka një hetim ndërkombëtar për çështjen e këtij avioni. Dhe mendohet që edhe janë tensionuar marrëdhëniet Rusi-Azerbajxhan si rrjedhoi e kësaj gjëje. Dhe domethënë është një situatë goxha interesante edhe në atë pjesë botës, duke pas parasysh që është një nga pjesët më të pasura të botës me gaz edhe me naftë, nga ku vjen edhe gazi jonë me tapi. Atje një herë në vit bëhet një konferencë e madhe ku mbledhen gjithë, quhet Forumi i Bakus, ku mbledhen gjithë liderët, her pas here shkojnë edhe këta tonët, ishte edhe presidenti Begaj. Edhe vin nga gjithë bota, për shembull brëm. Ti ishe për të konferencën apo jo? Unë isha pjesë e kësaj konference, po ndërkohë takova edhe gjithë miqtë e mi të tjerë që kam me shumicë atje që po më shpjegonin edhe negociatat që po bëjnë me Armeninë për çështjen. Po përveç asaj ç'u bë me këtë, se kishte një marrëveshje ky zoti Rama, sikur bëri një marrëveshje më duket me këtë Aliyevin para ca kohësh. Jo, po vazhdon ajo marrëveshje, tash do filloj projekti pilot i Korçës që do bëhet gazifikimi i brendshëm i Korçës. Po nga vin nëpërmjet tapit gjithmonë. Nëpërmjet tapit, aty ku është, po do krijohet një dalje nga tapi që do filloj projekti i gazifikimit, pra do filloj me Korçën. Do filloj me Korçën. Dhe pastaj kjo do jetë projekt pilot për gjithë tjerët dhe në të ardhmen parashikohet, po duhet ngjetur financuesit, edhe kush edhe një kanal, domethënë në Vlorë të çahet një tub tjetër dhe të krijohet korridori tjetër që shkon nga Vlora deri në Sloveni edhe deri në Austri për ta furnizuar Evropën me gaz. Pra Shqipëria bëhet një hap gazi. Po këta janë gjitha në letër apo jo kulla, nuk kanë filluar. Tapi është bërë, dhe kjo e Korçës fillon tani, domethënë. Po pse janë shtruar tubacionet? Kanë filluar ti shtrojnë. Po, edhe besoj që për një vit e gjysmë Korça do jetë me gazifikim të brendshëm, që do jetë edhe projekti qyteti i parë në Shqipëri me gazifikim të brendshëm. Pra po ecin gjërat. Sa ka ndonjë amerikan aty tani? Kishte edhe ca amerikan kështu. Po ata për çfarë vin tani atje? Kulla për biznes. Për kështu, për konferenca, për gjëra. Madhësh. Shqiptar tjetër nuk ishte. Jo, kishte. Ka atje, domethënë, ka jo, shqiptar çu për këtë konferencë nga Shqipëria jo. Jo, ishte president. Nuk ishte qeveritare. Jo, është kështu, domethënë ka nga gjithë bota. Ka nga gjithë bota. Ishte ka nga gjithë bota. Po çfarë u fol pra? U fol për biznes? Po flitet për sigurinë në botë, për ndryshimet e mëdha që po ndodhin, për rajonet Kjo është ombrella, për lindjen e mesme. Po për këto flitet. Konkretisht çfarë ndodh, se këto janë
Asgjë çan, njerëzit mbledhen, flasin, shkëmbejnë opinion dhe nga aty dalin pastaj ato përfundimet ku fillojnë pastaj merren vendime propozohen e ecet përpara. Domethënë është një promovim i mirë që ata i bëjnë vendit tyre dhe që i bëjnë edhe interesave. Unë shkoj shpesh në Azerbajxhan. Prandaj të pyeta pra. Putini ndërkohë është një vend i bukur, ta këshilloj shkosh se janë hequr dhe vizat me Azerbajxhanin. Është bukur Bakuja, a? Po është. Okulla, Putini pranoi anëpushimin 30 ditor. Nuk është se ka pranuar tamam, në parim ka thënë po. Trumpi ka dërguar një këtë emisarin e vet atje. Ja. E kemi këtu live-in. Çfarë thotë Ledio? Ne patëm diskutim shumë të mirë dhe produktive presidentin. Diskutime shumë të mira dhe produktive me presidentin e Rusisë dje. Dhe ka një shans shumë të mirë që kësaj lufte të tmerrshme të përgjakshme më në fund të vi fundi. Por në këtë moment mira trupa ukrainase janë të rrethuara plotësisht nga milicit ruse dhe të mirë të pozicionuara. I kam kërkuar me forcë presidentit Putin që t'i kursehet jeta. Kjo do të ishte një masakër e tmerrshme përpara që nga lufta e dytë botërore. Zoti i bekov të gjithë. Tani në Kursk, në rajonin e Kursk. Ka mund kushte ndërkohë Putini duhet thënë, ë? Ja të shpjegoj çfarë po ndodh me negociatat, se këto ditë edhe kanë pyetur njerëzit që merren nga afër me negociatat, duke qenë që ai është një vend kufi me Rusinë. E para njëherë zhvillimet në rajonin e Kurskut ka disa javë që po ndodhin. Dhe sot rusët kanë marrë atë qytetin kryesor që ukrainasit kishin marrë para disa muajsh, dhe kanë vendosur dhe flamurin në qendër qytetit, dhe kanë krijuar le të themi një rreth, një xhep gati për ku kanë rrethuar forcat ukrainase që ndodhen aty. Ka 9 brigada ruse dhe është regjimenti Akhmatov që janë çeçenët, janë forca speciale Snepcat, janë forcat territoriale të mbështetëse aty, janë një divizion ajror me forcat e veta speciale, cilat i kanë rrethuar trupat ukrainase, bëhet fjalë për këtë që thot presidenti Trump. Ndërkohë banorët, janë atje banorët e Kursk? Jo, është një rajon që sepse është rajon i madh Kursk, nuk janë qytet. Qyteti është kjo Suzha që liruan sot. E liruan? Po. Edhe tani Trumpi po i kërkon Putinit që të krijojë një korridor toksor që ata të tërhiqen nga aty dhe të fillojë anëpushimi. Pse është e rëndësishme kjo gjë? Sepse këto trupa ndodhen në një territor të Rusisë. Dhe që nga koha që ka hyrë Gjermania në 41-shin në territor të Rusisë, nuk ka hyrë ndonjëherë një ushtri që s'është ruse. Tjetër, po. Dhe Putini ka të pamundur që tulet të bjerë dakord për një anëpushim, nëse trupat do jenë akoma. Kështu që unë mendoj që kësaj jave me përfundimin total të tërheqjes së trupave ukrainase nga Kursku, do të ka zhvillim edhe në pjesët e tjera të frontit, se frontit ta kam thënë është gjatë, është gati 2000 kilometra. Do të bëhet anëpushimi i përkohshëm për një muaj. Por nëse e shohim me kujdes çfarë i thon palët njëra tjetrës, janë negociata shumë të vështira. Pra janë negociata me gas, me drith, me armë, edhe me diplomaci. Pra në një anë është çështja e Kurskut që sapo e shpjeguam. Në anën tjetër është që rusët që kanë rrethuar gjithashtu Pokrovskin, një nga qytetet më të rëndësishme që është një kryqëzim shumë i rëndësishëm i rrugëve atje. Në Kursk gjithmonë? Jo, Pokrovski është në Ukrainë. Të mos e marrin Pokrovskin. Pra, ndërprerja e luftës do të sjellë mosmarrjen e Pokrovskit, por në njëjtën kohë, pas marrëveshjes që bën rusët me ukrainasit në Xheda, që bën amerikanët me ukrainasit në Xheda para disa ditësh, u ra dakord që ushtria amerikane të fillojë ta riasistoj ushtrinë ukrainase, të cilës kishte një muaj që kishte ndërprerë ndihmat e tjera. Pra, çështja është që duhet një anëpushim 30 ditor që palët të qetësohen. Por Putini nuk ka besim te kjo çështje dhe janë duke folur që përveç 4 rajoneve që kontrollon Putini sot, edhe Krimes, të bëhet një rajon Guzhinet, në cilën të vinë trupat të OKB-s, sepse Putini nuk ka besim as te trupat europiane, as tek ato të OSBE-s, vëzhgues OSBE-s, por të ketë, por as BRICS do ta donte Putini në kufit e vet, sigurisht as
NATO dhe Amerikanët. Kështu që është një negociat goxha e vështirë, po që unë mendoj që ata me një armpushim tani 30 ditor dhe me një marrëveshje që do të vjonte më vonë, do t'i jepnin fund luftës. Cila do jetë forma? Forma do jetë që Krimea të mos diskutohet më që i takon Rusisë, dhe 4 rajonet të kenë një administrim të përkohshëm prej 10 vitesh, dhe pastaj pas 10 vitesh të shkojnë në një referendum. Po sigurisht që Rusia nuk do të më të ketë në kufit e vetë Ukrainën drejt për drejt dhe forcat të një ushtrie të mundshme europiane apo të NATO-s. Dhe këtë ai e bëri qartë në konferencën për shtyp që pati me presidentin e Bielorusisë, me Lukashenko. Ishte dje, po. Duke thënë që ne jemi duke folur me Trumpin, unë jam që t'i qëndroj pozitivisht Trumpit, jam parimisht dakord për armëpushimin, po kemi ende shumë gjëra për diskutuar që janë detajet. Dhe një nga detajet për shumë që dëgjova unë Kulla, nga këta analistës serioz që nuk bëjnë propaganda, do thonë, thoshte që Putini nuk mund të bëjë asnjë marrëveshje e paqe në qoftë se palët nuk bien dakord, pra në qoftë se Ukraina s'bie dakord, në qoftë se nuk do ketë një ndryshim të qeverisë në Kiev, sepse ai e quan të palishëm presidentin aktual. Jo, kjo është një gjë që nuk... Nëse, unë po them çfarë kanë thënë. Dhe e dyta, ajo që nuk thuhet, po që e thon disa analistë, është që Putini po kërkon patjetër në underground, po flas. Trumpit që mos dislokoj dhe mos lejoj që të çojnë armë bërthamore në Poloni, se Polonia ka kërkuar dislokim me armë bërthamore. Sigurisht komanduar nga amerikanët, po ai thotë nëse ndodh kjo, harroheni. Atëherë, mundësia e dislokimit të armëve bërthamore në Poloni është gati 0. Ata kanë kërkuar, doli prap par dje. Po leta kërkoj sa dojë ai, edhe ne mund të kërkojmë armë bërthamore, për spostuar armët bërthamore ka e di. Është një histori vete, për te çfarë thotë Macronis, që shpjeguem... Jo Macroni, jo. Është ky polonist që kërkuar... Po ai polonist ka kërkuar armë bërthamore, po nuk mund të jepen armët bërthamore kështu. Pasi çdo vend që ka armët bërthamore, përfshi amerikanët, ka një doktrinë të përdorimit të vendosjes edhe të menaxhimit të sistemeve bërthamore, lidhur me politikën e vetë, sigurisë dhe me kushtetutën e çdo vendi. Fakti që kanë në Itali, në Gjermani dhe në Turqi, teorikisht mundësia ekziston, pra këtë po them. Putini do të heqë këtë mundësi. Po i dashur, po ki parasysh një gjë që në atë takimin e famshëm që u bën në Riyadh para disa javësh, mes amerikanëve dhe rusëve para 2 javësh, është diskutuar një marrëveshje e madhe e përgjithshme. Një nga pikat është Ukraina dhe një nga pikat e tjera është reduktimi i armëve bërthamore në përgjithësi, si nga Rusia ashtu dhe nga amerikanët. Një pik tjetër është që të mos ndërtohen më në ndetse bërthamore. Një pik tjetër është që të tërhiqen ato raketat supersonike ndërkontinentale nga të dyja palët. Pra kërkohet një detant totale. Pra kjo gjë nuk ka të bëj me armët bërthamore vetëm në Poloni, ka të bëj tërësisht me arsenalin bërthamor të dy fuqive më të mëdha. Vlen që t'i kujtojmë njerëzve që sot fuqia më e madhe bërthamore në botë është Rusia dhe fuqia e dytë më e madhe bërthamore në botë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra nuk ka fuqi as kryeministri i Polonisë dhe as ndonjë kryeminist ose president në një vendi tjetër për diskutuar për armët bërthamore, qofshin këto të amerikanëve, qofshin këto të dikujt tjetër, sepse doktrina e armëve bërthamore, përdorimi i tyre, impenjimi i tyre, ndërtimi i tyre, shkatërrimi i tyre shkon me marrëveshje ndërkombëtare dhe është politikë drejt për drejt e sigurisë të presidentit të Shtetit Bashkuara të nivelit të qeverisjes më të lartë të Shtetit Bashkuar. Pra nuk është se mund të dojë dhe Rama të marrë armë bërthamore. Kulla, çfarë pritet të ndodhi, sepse ka një shiko, është një pyetje shumë interesante në fakt që po bëhet ato ditë. Nuk korrespondon shumë qetësia e Putinit dhe mosditimi nga ana e tij për të firmosur këtë armëpushimin. Jo më paqen, marrëveshjen e paqes. Ndërkohë që Trumpi po nxiton, Trumpi ka urgjente dhe parashikohet që nëse Putini do e shtyp pafund, do vi një moment shumë shpejt që Trump do i thotë, zotëri. Jo, nuk do t'i thotë. Ta shpjegojmë pse do Trumpi shpejt. Në të njëjtën kohë që ne flasim që po ndodh kjo gjë, me ftesë të kryeministrit Modit do bëhet një takim javës. Modi, i cili është kryeministri i Indisë. Do bëhet një takim javës që vjen që ka të bëjë pikërisht me çështjet e sigurisë mes Kinës, Indisë dhe Rusisë. Pra Putinit
Jinping dhe pra presidentit të Kinës, presidentit të Rusisë dhe kryeministrit të Indisë. Pra BRICS-in, Trumpi ka një prioritet. Ka të ndaj BRICS-in, të dobësoj BRICS-in, të marrë nga ana e vetë Rusin, po mbi gjithë Arabinë Saudite, që është ajo që ka parat, dhe me Rusin të mbylli një marrëveshje afatgjatë për çështjen e hemisferës veriore, nënkupto këtu polin e veriut. Qartë. Pra, Trumpi ka interesat e drejt për drejta sot të Shtetet Bashkuara të Amerikës, aq më tepër që Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë fillim viti që është dhe fillimi i hyrjes së Trumpit në zyrë, ka filluar të kenë luhatje të forta nëpër bursa. Pra Trumpi nuk e ka luksin të harxojë shumë kohë, prandaj duhet armëpushimi si rezultat i shpejtë. Ndërkohë, që një nga gjërat që po diskutojnë është që nëse do ketë armëpushim, a do të ripristinohet kanali i furnizimit të Rusisë me gaz për Evropën, se kjo do të sillte edhe uljen e çmimeve të energjisë, të drithave, pra gjithë ato që këto 3 vite kanë qenë problemi më i madh i ekonomisë europiane dhe ekonomisë amerikane. Pra është një gjë shumë komplekse. Por nëse amerikanët kanë një traditë që kur i bëjnë gjërat i duan rezultatin e shpejtë, se kjo është tradita e politikës dhe diplomacisë amerikane, diplomacia ruse ka treguar gjithmonë që është më ngadalt në veprime, është më afatgjatë dhe shef në kuptim multiplan, dhe vlen të kujtohet që pavarësisht se Rusia dhe Japonia, si 2 vende fqinj, kanë marrëdhënie diplomatike, kanë marrëdhënie të mira sot e tjerë, Rusia dhe Japonia nuk kanë bërë kurrë një marrëveshje paqe që nga lufta e dytë botërore e sot. Pra nuk do ishte ndonjë çudi që ne të kemi armëpushim në Ukrainë, po jo paqe përfundimtare. Pra kjo është e gjitha në detajet që shkohet. Po fakti që Putini sa herë që bën një lëvizje i referohet presidentit Trump si njëri besueshëm, Shtetet Bashkuara të Amerikës si një politike besueshme tjetër, tregon që ka ndryshuar era, ka ndryshuar dhe zëri. Ajo megjithatë që vlen të përmendet është që Putini për herë të parë është faqur me uniformë ushtarake. Vajti vizitoi trupat në Kursk, bashkë me shefin e shtabit të ushtrisë, me general Gerasimov. Se pam të foto. Është aty, është me video. Ma gjeshi foton Putini me uniformë ushtarake në Kursk. Më thot kulla tani. Kjo tregon që rusët janë ende të kujdesshëm në këtë çështje, sepse po mundohen pra kjo luftë ka krijuar një mosbesim shumë të madh mes palëve, dhe pavarësisht dëshirës së madhe të Trumpit dhe vullnetit amerikan për të shtyrë në këtë drejtim. Pavarësisht edhe dëshirës Putinit për shtyrë këtë drejtim, prapë mosbesimi është i madh dhe hapat do jenë të ngadalt. Një hap ti, një hap unë, një hap ti, një hap unë. Ndaj unë them që armëpushimi do të fillojë javës që vjen ose 2 javë më mbrapa me tërheqjen përfundimtare të atyre trupave që kanë ngel në kurs ukrainase, duke treguar që edhe këta kanë vullnet mirë që mos i vrasin me ata ushtarët që janë aty, por edhe këta të tërheqin duke bërë atë që quhet një proces kompleks detante. Pra tërhiqu ti nga jap, tërhiqem unë nga janë, tërhiqu ti nga janë. Mund t'ja themi njerëzve, e kuptuam se çfarë do humbasi Ukraina nga kjo punë. Po Putini vet nuk do lëshoj asgjë, nga këto që ka marrë? Zero. Ta thash pra, do jenë këto 4 territoret në linje, këto 4 rajonet e mëdha, cilat do jenë në një administrim, le të themi, ndërkombëtar të OKB-s. Po ai nuk do të tërhiqet Putini ande apo? Pa ai nuk do të tërhiqet, sepse ai ka ato që i quhen. I ka ftuar me luftë thotë. Po do jenë ndërkohë, do jenë 4 territore, të cilat zyrtarisht nuk do t'i njihen Rusisë tani, do quhen territore të ndërmjetme dhe pas 10 vjetësh do ketë një marrëveshje, pra që do ketë një referendum nëse këta qytetarë duan shkojnë me Rusinë apo duan të kthehen Ukrainës. Dhe kjo është arsyeja pse një pjesë e përfaqësuesve të qeverisë amerikane, po disa edhe në Evropë mendojnë që me largimin e Zelenskit do të vinë pushtet një president i cili do jetë në gjendje që t'i japi një format shtetit të Ukrainës konfederativ, pra që këta të jenë rusë, të jenë pjesë siç është ish Jugosllavia, pra të jenë pjesë e federatës, le të themi, ukrainase, por të jenë komplet në vetë administrim dhe autonom. Do jetë komplekse gjithë ky proces, ka disa variante, por lajmi kryesor është që tashmë palët flasim për armëpushim edhe që po shkojnë pra drejt një detante të gjithanshme. Nuk është pak, duke menduar që deri para pak javësh po flisim për luftë bërthamore. Nuk diskutohet. Bëjmë një xhiro Ledio në Dorelan, te kjo supermarket italiane me mbi 55 vjet